qysh ka lind ideja për me themelu këtë ndërmarrje dhe cilat kanë qenë ato sfidat e para që e përballë? Gjithmonë e kam thënë edhe prapë e thamë që në atë kohë kur jemi kthy në Shqipëni çdo sen ka qenë djegë në fshat. Në një fshat me 7.000 banor, një fshat bujqësor ku jenë vra 226 burra në mesin e tina dhe bashkëshorti. Beta e vej, mas kthimit për Shqipërisë, ku erdhëm çdo sen, kishe në djegne. Në 2003 vendosa ta themeloj një organizatë jo qeveritare. Në 2005 nisëm viq me fillu me punu tokët. Kemi mirë në 2005 në Specët, por ka qenë shumë e zarshme në atë kohë me plasu në treg si gratë veja. Qa me bo me to? Mi gjujt, shmi gjujt. Edhe vendosa mi konzervu. I konzervoj, edhe kishëm në rrugë kryesore një si zyre. Moj me thonë që i majshëm disa takime për mos me hinë për shtëpia se s'kishëm shtëpia ku me naj vetë, le mo me prej dikonin. Kishëm fotografitë e personave të vranë dhe të zhduk. Krahas atyre vendosa mi ekspozua disa kavanoza me prodhim të shi. Pa e ditë këtë qenë 2-3 kavanoza, sa më e qoj 2-3 artikuj.